Arsi Mehmeti në emisionin Qka ka me hangër. Receptat e pothuajse të restoranit, pothuajse të gjithë, të restoranit A&A në Prishtinë. Sot do të bëjmë diçka me peshk, me filetat peshkut merluc në tavë, në furr. Kështu që arsimi 2 let na bjen merlucin edhe fillojmë. Do të mundohemi sa ma thjesht, ma modest. Kështu që dalin edhe gjonat. Thjesht, modest. Do më thonë qënë që nga ka pru arsimi, që kjo që e merluci, na fillimisht peshtim që to mu nëzhe në furr deri në 200 gradë, let në nëzhet pak, edhe deri sa të nëzhet tava, na po e marinojmë pak peshkun, pak kryp, biber, edhe për rrotullojmë edhe një herë që është apet, kryp, biber, limon edhe pak ven të bardhë. Mirë po venin e bardhë do t'ja qesim kur të shtina në furr. Në ndërkohë po e pregaditëm pjesën shtesë të peshkut. Fillimisht vajin e ullirit, 2 deri në 3 lugë. Ja nalëm pak kësaj. Shto. Mirë është mi qitë një 2 lugë qep mira. Që shto. Hudër, edhe hudër bagi si mirë, një lugë të plot, patate gjysëm e zime, patate e re, s'ka nevoj me qiru, e prejmë ashtu qysh, neve na ka me nën. Vetëm e kemi la edhe hazër. Patatën, pak kopër, ullit prem kalamata ullit, një drë ullit më të mirë, pana pak kryp, gjalp, fond të kem kashkamatin. Pishtim këto, pelon peshkun edhe. Dhe vazhdojmë, hajde, ashtu, shumë bukur. Fillimisht patatën, ullinin, 4-5 kokra kopër, edhe krypa, biberi, ku e kemë bravo.
panën. Jo shumë. Fundja qesim spanaqin. Ndërkohë e nxjerrëm këtë tavën prej furre. Mirë është nxe. E lym pak me gjallë. Që është. Ndërkohë që është. Mujna dhe mjallon, po s'u du me bo të ndryshme, se pana ka i ndyrë balë. Ndërkohë e qesim si spanaqin. Edhe i rendisim që qështu që ke ka qështu me lëmë për në fund shim që kja u bu gati kja edhe ashtu gati koka ja nalëm këtë shpëretin edhe e qesëm në tavë. Pak ven dë bardë, jo shumë, qështu. Edhe pak hop, pak pana. Qitë pesh qështu për mi. Edhe shtim furë. Në gjysë pjekës, ja qesëm të shkabotë. Edhe presim këto për një gjysë ore. Paret çfarë temperaturë ka shpëreti, nëse ka tamam. Tension 220 volt. Gjysore. Po qysh din ka një 180, ka 35 minuta gjithqysh. Nuk pjek avash, ka. Kështu që po presim. Nuk di çka të gatuaj sot. Nëse nuk ke ide blije, Magi Idea për racion të ri çdo ditë që me garanci ka sukses. Sot përgatisim pasta me mishpule, presim mishin dhe skuqim, për mbajtjen e qesës e përzije me ujë dhe pam për gatim. Këtë ja shtojmë mishit dhe e zije. Ne vendosim pastat, shtojmë mishin e pulës në salcë dhe i mbulojmë me kaçkavall. I pjekim dhe gati. Tani thuaj diçka. Diçka mahnitshëm e shijshme. Magi Idea e re për racione, mahnitshëm të shijshme çdo ditë. Pritëm gjysore, të këqyrëm gjysore për 20-25 minuta. Që kjo qështu është. Sosin e domatër pak. Vërtet ma shpari kaşkavallin. Qështu. Shumë buku, bukuri, mrekulli, fantazi, inteligjenci, qëtëmic. Pak salsë tomate. Këmë shrimës më djegë. Edhe një herë dhe petë në furë. Edhe për 5 minuta edhe ajo u bo. Ma me mene që peshkur na është bo, ta shpekqyrë, po e kontrollojmë, po ma han menja që veç është gati, po e shukum që të furë qështu. Bravo. Shumë bukur. Që kjo qështu.
që kjo qaj peshku jon i pamshëm bukurosh, edhe që të jabon që qështu. Kësi jam në mboh mirë muhe. Deri në misionin ashëm.